E ftuar në një emision, Gjeneta Fetau ka bërë disa deklarata që kanë tërhequr komplet vëmendjen e publikut, duke zbuluar të pathëna mbi marrëdhënien e saj me Gjesin, një nga banorët më të komentuar të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Sipas Gjenetës, Gjesi ende ruan ndjenja për të, duke përmendur disa fakte që sipas saj e vërtetojnë këtë. Një ndër ta është fakti që ai ende mban disa nga gjërat e saj personale brenda shtëpisë së famshme. Për më tepër ajo tha se në deklaratat e tij të fundit Gjesi ka pranuar se momenti më i bukur për të në këtë format ishte pikërisht hyrja e saj në shtëpi. Përveç kësaj, Gjeneta ndau edhe mendimin e saj për finalistët e këtij edicioni, duke dhënë emra të cilët sipas saj kanë më shumë gjasa të shkojnë deri në fund. Deklaratat e saj kanë ngjallur reagime të shumta në rrjet, duke shtuar më shumë kuriozitet për atë që mund të ndodhë mes saj dhe Gjesit pas përfundimit të spektaklit. A është ende e hapur historia mes tyre? Po kjo mbetet vetëm për tu parë. Nga ana tjetër, pas intervistës së saj, Gjeneta Fetau ka publikuar një foto me një ish banor të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Liami. Ndër të tjera, Liami u shpreh për krah fotos. Nuk është ajo që mendoni ju, është më e mirë kjo, duke dëshmuar që mes tyre ka një raport të ngrohtë shoqërie.